e shfrytzuar investimin më shumë në buxhet për mbrojtjen si një investim për të krijuar vende të reja pune të mirëpaguara, për të rritur kapacitetet e vendit në drejtim të kualifikimit të krahut punës dhe kështu me radhë. Por një gjë besoj unë është shumë e qartë, duke parë që tani që është kjo fryma e përgjithshme që të rriten buxhetet, na vinë kompani nga të katër anët e Europës, kemi këtë për të shitur, kemi atë për të shitur, blini nga ne makina, blini nga ne bicikleta, është diçka që tregon se çështja nuk është sa para vëmë ne në dispozicion, por si përdorim ato para, me çfarë efikasiteti dhe si këto para që përdorim ne e kompletojnë panoramën e përgjithshme të gjithë vendeve evropiane, sepse Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha, po Shqipëria nuk mundet dot ta ketë një ushtri të tillë, dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar me procedura shumë më të qarta për të gjithë, edhe me një garanci eficience në shfrytëzimin e atyre parave që vendosen. Se nëse kjo bëhet një histori vër buxhet para dhe shpenzoi dhe shëno aty që i shpenzuam, atëherë ne do t'i kemi plot depot me lloj madrash që as nuk do t'i përdorim. Dhe përpara disa javësh, unë pata i bisedë me me CEO-n e një prej kompanive më të mëdha të prodhimit ushtarak në botë, edhe më tha, kam vizituar një vend, se s'po e përmend, jo në Europë, që ka bler pa fund armatime, edhe që akoma i kanë të pa hapura, nuk i kanë futur akoma në punë. Tani në letra kjo mund të rezultojë si një shpenzim i mjaftueshëm për ushtrinë, por në fakt nuk është një forcim i mbrojtjes. Kështu që unë jam 100% dakord me atë që tha presidenti, që ne duhet të jemi realist në gjithë këtë histori dhe të kuptojmë si do t'i rrisim kapacitetet, jo si do rrisim buxhetin vetëm, por si do rrisim kapacitetet, si do kemi mbas një X numër vitesh një sistem mbrojtje të Europës më efikas, më të gatshëm, më të plot, dhe jo si do kemi në për bloqe shpenzime ushtarake për të bler lart e poshtë mjete. Kjo është në kundërshtim, dhe nga ana tjetër ne nuk duhet të harrojmë që Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë edhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur, territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme, sipas meje. Merci beaucoup.